Përshëndetje, mirë se erdha në kanalin tonë Kriptovaluta Shqip. Sot është e hënë dhe do të vazhdojmë dollar cost average ose DCA në Bitcoin. Siç e dini dhe që tash kjo është java e 4 dhe unë do të bëj përsëri blerjen e Bitcoin në vlerë për $60. Këtë blerje e bëj çdo javë të hënën për 50 javë dhe mas 50 javëve do të shohim rezultatin tonë se sa jena në fitim, ose kjo teknika a është fitim prurës për afat gjatë. Blerjet e kësaj teknike DCA ose dollar cost average unë i bëj momentalisht në MXC për shkak se kam 0 provizion shitje dhe blerje. Nëse dëshironi edhe ju të keni 0 provizion shitje dhe blerje, linkun e keni ndër video, mujni me përdor MXC. Po shkojmë në MXC dhe ja këtu jena te MXC dhe këtu kena vlerë dhe që tash $192 në Bitcoin. Mujni me po se është një fitim qesharak $6 me teknikën dollar cost average në Bitcoin, është një fitim qesharak, okej. Po vazhdojmë me blerjen e Bitcoinit. Po shkojmë në trade, do shkojmë në Bitcoin USDT dhe çdo herë do të shkojmë në market. Siç e di, me të gjelbërt janë persona që janë duke bler Bitcoin, kurse me të kuqe janë persona që janë duke shitur Bitcoin. Dhe këtë do të vendosim $60. Do të shkojmë buy Bitcoin dhe këtu shkruan se order successful, dhe me thënë orderi jon ka kaluar me sukses. Do të shkojmë order dhe do të shohim se blerja jon ka kaluar me sukses, dhe me thënë e kena bërë blerjen e Bitcoinit në $60, më në këtu për një ditë se kena bërë blerjen e Bitcoinit në $60. Dhe kjo teknika, siç e thash më herët, do të vazhdoj për 50 javë. Nëse vë pëlqen kjo videoja, mujni me në përkryo me një like për algoritmin e YouTube, pas harroni të bëni subscribe dhe të aktivizoni zilin për videot më të reja që do të publikohen. Faleminderit dhe miru pafshim dhe video në radhë.